Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë se çfarë po ndodh me Edi Ramën, teksa ka pasur një akuzë nga një eurodeputet çek, sipas të cilit Edi Rama po transferon parat jashtë vendit përmes familjarëve të tij. Po sa e vërtet është një deklaratë e tillë dhe çfarë po fshihet në këtë rast? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika tjera, ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, një akuzë, po themi mjaft e rëndë, është bërë nga një eurodeputet çek në media, sipas të cilit Edi Rama po transferon parat jashtë vendit përmes familjarëve të tij. Ju si mendoni sa qëndron një deklaratë e tillë? Që Rama ka transferu para, këtë kemi deklaruar nga kohë, në kohën e pandemisë, Rama shkoi në Francë me një avion privat i cili kishte pas, dhe për këtë kam denoncimin të cilin është bërë në atë kohë, dhe Spaku apo FBI-a, sepse Spaku nuk i dhanë asnjë lloj informacioni, atëherë u mor FBI-a me çështjen e fluturimeve të Ramës. Jo më kot është në hetim për sa i përket fluturimeve që ka bërë, me charteret e tij, me personelin që ka udhëtuar, me bagazhin që ka pasur Rama, të cilin nuk e ka të deklaruar, dhe fluturimet që kryesisht janë bërë jashtë vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu që kjo nuk është një deklaratë bombastike apo një deklaratë të cilën ne të paktën në Shqipëri nuk e kemi denoncuar, por ndoshta duhen këta eurodeputetët të cilët kanë një peshë të madhe, të themi të drejtën, pavarësisht se në Shqipëri i fryn shumë, kanë eurodeputetët të tipit atij Fredi Beleri, dhe ke parasysh janë njerëz që denk pa marrë, dalin atje bojnë eurodeputeti po partia tjetër. I emrojnë atje dhe kujtojnë se janë në gjë e madhe, por kjo nuk është në një lajm i çuditshëm. Po e thot një eurodeputet, ky është ndryshimi. Jo, ne na vinë eurodeputetët, na kanë ardhur edhe këtu në protest, majti fjalim eurodeputetja komuniste, majti fjalim komunist në mes sheshit u brohurit nga protestuesit, atë fjala eurodeputetes madhe, si kishte emrin, në proteste, dhe ajo eurodeputete ishte, thash edhe eurodeputete është edhe Fredi Beleri, eurodeputet janë shumë, eurodeputet varet nga peshët që kanë ata, dhe çfarë përfaqësojnë, domethënë përfaqësojnë çfarë rrymë përfaqësojnë atje në Parlamentin Evropian. Ne dim shumë mirë që shumica e Europës është majtas, kështu që nuk më bën ndonjë përshtypje, por ajo që më bën përshtypje është pjesa që në momentin kur ne deklarojmë këtu brenda Shqipërisë, çuditërisht njerëzit nuk besojnë, apo mediat nuk e marrin të mirë fill. Tash megjithëse janë bërë deklarime të herpasershme për sa i përket fluturimeve të Ramës që ka bërë me avionat charter, me biznesmenët që ka marrë edhe me bagazhin që është. Nuk i ka bërë përshtypje që drejtoria përkatëse nuk i ka kthyer Spakut asnjë lloj përgjigje për sa i përket bagazheve, as policia, as kush. Kështu që ky është lajm më shumë se sa ajo deklarata e deputetit. Nëse eurodeputeti do të thotë që transferim para, apo nuk besoj të dëgjoj që eurodeputeti të deklarojë që Ramës janë bllokuar pasuritë në Amerikë dhe disa llogari bankare, ashtu si Belinda Ballukut. Kështu që dalje më tepër më duken çashka momentale se sa realitetet. Në realitetet Rama i ka transferuar parat në llogari të offshore, nuk ka nevojë se nuk qise për të nxjerrë në tash i kanë nxjerrë kohën e pandemisë, janë të deklaruar dhe të vërtetuara këto, nuk janë deklarata, domethënë kot. Kështu që nuk është ndonjë fenomen i rrallë, por duhet të kuptojmë një gjë për sa i përket të gjithë parave apo lëvizjeve të parave, qoftë edhe me offshore apo qoftë edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Mos harroni se ne kemi një transferim parash të bërë publik tashmë, Toyota Yaris, e famshme Toyota Yaris me 3 milione sa euro. Kështu që nuk është në ndonjë event kush i di se çfarë Rama komandon Shqipërinë. Rama ka ndërtuar mafia në shtet, dhe në mafia shtet Rama mund të bëjë çdo gjë, nuk është në një lajm
që të themi, problemi është se si do ta zgjidhim çështjen e Ramës. Këtu lind e gjithë ideja, si do ta zgjidhim çështjen e Ramës. Do vazhdoj ky të jetë kryeministri i Shqipërisë, do vazhdoj ky të shkatërrojë Shqipërinë, do vazhdoj ky që Irani të marri edhe fluturimet, të marri edhe energjinë, të marri edhe tokat izraeliti në një kompani izraelite offshore totale, e kupton, dhe merr sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe nuk flet kush për këtë. Këtu është problemi i Shqipërisë. Nuk është problemi që Rama do marrë. Do ndalemi edhe tek ajo pjesë, po në këtë rast çfarë po përgatitet Edi Rama nëse kjo deklaratë është e vërtetë dhe nëse ajo çfarë po vepron në Rogozë Edi Rama është e vërtetë? Rama nuk mund veprojë në Rogozë dhe Rama e di shumë mirë që është totalisht i survejuar. Po u them çop, Rama është totalisht i survejuar nga FBI-ja. Nga CIA është totalisht i survejuar. Rama nuk mund të bëjë më lëvizje. Rama mund të bëjë shumë manovra, mundohet si ai mbyturi të kapet gjithkund, por tek e fundit thash edhe herë, askush nuk ka deklaruar që Ramës ju ka bllokuar pasuria në Amerikë, edhe miqve të tij, se i ka edhe me miqtë e tij atje në Amerikë. Edhe llogari bankare, po edhe në New York janë bllokuar pasuritë e Ramës. Jo më kohë të erdhi ai kryetari në hikje i New Yorku që bëri takime me Ramën. Sepse gjitha takimet që Rama bën ka një papasken nga mbrapa. Nuk janë aq të thjeshta. Kështu që kjo lloj deklarate, jo se nuk është e vërtetë, kuptojmë drejt. Jo se nuk është e vërtetë, por nuk jep në një indicie të madhe, sepse kur thua që Rama po tenton ku? Çfarë? Me kë? Nëse ti e ke këtë informacion dhe nuk e ndan këtë informacion, atëherë për mua është informacion fake. Nëse unë them që Rama ka shkuar në kohën e pandemisë, vajti në Francë, unë takua në fund pistës është taku me Alex Sorosin, dhe avioni ka pas fazë të zeza, të cilat patjetër që kanë qenë me parasje, nuk ka që gjë tjetër. Dhe ky lloj takimi është i survejuar, i kapur nga CIA, nga FBI amerikane, qoftë edhe nga agjentura franceze apo të tjerë. Kështu që kjo është ajo fiksimi, dhe mos harroni se nga kjo ka nisur hetimin FBI-ja, thash, FBI-ja ka nisur hetimin për fluturimin e Ramës. Prandaj po them, nëse eurodeputeti nuk mund të lëshojë një deklaratë të tillë çoroditse, e cila thotë Rama po përgatitet që të transferojë para. E kupton? Po ku po i transferon? Nëse ti e di që Rama po përgatit për transferimin e parave, na thuaj se ku po i çon. Po i sjell në çeki. Ku po i çon? Pra, mos kapemi mas atyre deklaratave të cilat del dikush edhe hedh një çashkë dhe ta marrim të mirë fill. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, në këtë rast Edi Rama po përgatit arratisjen, po përgatit një skenar si ai Gruevskit. Çfarë po përgatit në këtë rast Edi Rama? Rama po përgatitet se ku do ta bëj burgun, do ta bëj në Shqipëri apo në Amerikë. Harroni se Rama mund të shkojë diku. Harroni se Rama mund ta. Po herën e fundit u prit në bordin e paqes nga Trumpi. Aty e kishin ata. Po u prit në bordin e paqes nga Trumpi me Emzan apo firmën e opozitës, e cila me paturpsinë e tyre i dhan Ramës, bën një ligj për Ramën, që Rama në emër nominal të përfaqësonte Shqipërinë si përfaqësuesi i Shqipërisë në bordin e paqes. Kjo ishte paturpsia e opozitës, nuk ishte Rama do luaj çdo gur. Patjetër që Rama do luaj çdo gur. Dhe nuk flitet këtu se ishte Rama aty apo Rama nuk është aty. Për ta arrestuar Ramën apo për ta ndaluar Ramën, Amerika nuk ka nevojë as ke bordi paqes as këtu. Ram thjesht me një kërkesë zyrtare, sepse mos harroni kemi nënshkruar dhe kemi aprovuar në parlament një memorandum bashkëpunimi ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe me një kërkesë zyrtare pa vendim gjykate, me një kërkesë ata të marrin edhe të dërgojnë në Amerikë, qoftë kushdo që tjetë. Kështu që nuk është. Kur thoni që Edi Rama po përgatitet të bëj burgu në Shqipëri apo në Amerikë, çfarë keni parasysh?
Kam parasysh të gjithë veprimet që ka bërë Rama, duke shkelur e para herë sigurinë kombëtare e Çipërisë, po dhe sigurinë kombëtare të Amerikës apo dhe të vetë NATO-s. Ju kam thënë që porti i Durrësit është një nga pikat kryesore të kësaj. Mos harroni se kemi një kompani, thash, që merret me fluturimet dhe kemi një kompani e cila ka dalë tashmë është falimentuar, po akoma nuk mbyllet falimentimi dhe me atë Albanian Airlines Rama ka fluturuar në mënyrë private të padeklaruar në përvende të ndryshme të vendeve të cilat janë jashtë BE-s, si Bielorusia e të tjera, dhe këto janë të gjithë fluturime të cilat janë shënuara dhe të bëra, dhe këtu flitet se Rama prandaj thash nuk ka mundësi se ku do të shkojë, sepse asnjë vend i botës, kushdo qoftë ai, qoftë edhe Rusia, qoftë edhe Kina, qoftë edhe kushdoj, qoftë merr vendin më komunist në botë, nuk ka ndërmend të prishë marrëdhëniet apo të futet në luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ramën. Se nuk ka ndonjë peshë të madhe Shqipëria, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, qoftë politike, që ti mund të prishësh marrëdhënie çfarë peshë ka Shqipëria që do të prishin vendet e tjera, do të prishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm për Ramën. Nuk je ndonjë shtet i fuqitë që të mbajë ty edhe të japi. Dhe aq më tepër që Rama thash, jo vetëm për korrupsion, jo vetëm për vjedhje, jo vetëm për trafik droge, por për shkelje të sigurisë kombëtare të Shqipërisë, kryesisht. Dhe si kur them Shqipërisë, patjetër që është edhe NATO në lojë, sepse jemi pjesë e NATO-s, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ata vetë kanë deklaruar që është shkelje e sigurisë kombëtare. Dhe të gjitha lëvizjet që po bëhen në Amerikë, qoftë edhe deklaratat apo lëvizjet që po bëhen në Amerikë për sa i përket Ramës tashmë janë të dukshme, nuk është se janë po ngelin në kuadrin e fjalës. Do të shohim kush do të jetë lëvizja e fundit e ambasadorit që do të vinë në Shqipëri. Zoti Merkoçi, një nga pikat që diskutohet shpesh së fundmi është edhe ajo sa i përket takimit sekret në Aruba, ku Spaku ka nxjerrë disa detaje së fundmi. Në këtë rast, a mendoni se takimi i Arubës, ku mendohet se janë takuar midis tyre eksponent të krimit organizuar dhe përfaqësues të qeverisë së kryeministit Edi Rama, dhe në këtë rast a mendoni se ky takim, detajet e këtij takimi dhe dosja që mund të kopësidhet më pas mund të jetë fundi për Edi Ramën? Jo, në Aruba nuk është se ato incizime apo gjëra i ka bërë Spaku apo i ka bërë Shiku shqiptar. Ato i ka bërë FBI-a, ka pasur njëri të bler atje, i cili ka bërë gjithë incizimet apo filmimet e Arubës. Kështu që është personi i FBI-s apo ideas amerikane e cila ka arritur të bëj zbulimin e Arubës. Dhe gjithë materiali ka ardhur në Shqipëri. Në një emision kemi diskutuar duke të bashku, kam thënë që dosja e Ramës është e gatshme në SPAK, pikërisht për atë sepse amerikanët e kanë sjellë të gatshme në dosjen, kështu që i takon të SPAK-ut të vepronte, jo pa qëllim them që Rama të zgjedhë se ku do bëj burgu në Shqipëri apo në Amerikë, pikërisht për këtë lloj gjëje. Jo se Rama duhet bëj burgu në Amerikë, patjetër në mënyrë se kam qefull, themi. Por problemi është sepse Rama të gjitha veprimet që ka bërë i ka tingjizuar. Kthehemi prapë tek ajo pjesa e zhdukjes parave apo transferimit parave nga ana e Ramës. Kur kanë arritur që të infiltrojnë personin e tyre brenda një organizate kriminale në takimet që ata kanë bërë në Aruba, llogaritën domethënë se si kanë incizimet e tjera apo gjërat e tjera. Ata jo pa qëllim kur nxorën atë non grada të Sinaloas, jo pa qëllim nxorën fotografinë e Ramës me të në zyrë. Ata i kanë të kopësitur çdo gjë. Problemi është se kur e kanë plan, themi, Amerika për ta zhvilluar këtë aksion kundër Ramës.
Kjo është për të parë dhe për sa kohë kemi një drejtësi e cila nuk vepron, megjithëse ka të gjithë materialet i ka në dorë, nuk vepron. Tash një nga veprimet janë të Ronnie Fein, që është e çuditshme, domethënë një njeri hap në ÇKB një SHKP, dhe merr fluturimet, çdo thotë marri fluturimet në Shqipëri. Dhe është i vetmi aksioner. Nuk është shteti, megjithëse duhet të jenë 6 ministri të cilat duhet ta kontrollojnë. Absolutisht anashkalohen gjitha. Dhe Spaku hesht. Mi po hesht Spaku, po mos harroni se inteligjenca amerikane nuk hesht, nuk është se nuk i din të gjithë veprimet që bëhen në Shqipëri. Pra ne po them që pavarësisht se këta hapin kompanitë të ndryshe se i kanë kthyer si punë aty në matrushkave ruse. Nxirr një del tjetra, nxirr një del tjetra, nuk i dihet se ku. Por gjithsesi fundoria dihet që është në Izrael, sepse Roni është izraelit, është i akuzuar dhe në Amerikë, në një kohë është akuzuar dhe në Amerikë, megjithëse ai se ka pranuar, por ka pas akuza dhe në Amerikë. Por kjo tregon hapët që Rama është i survejuar, Rama është i kontrolluar dhe Rama nuk mund të bëjë asnjë lloj lëvizje pavarësisht nga mënyrat se si ai do mundohet të blejë, të harxojë para për çdo gjë, për të shpëtuar në ndëshkimin e tij, por nuk ka për të arritur në mënyrë absolute, sepse është bërë aq e dukshme, aq e prekshme, nuk ka shqiptar që nuk e di që Rama është i korruptuar. Nuk ka shqiptar që beson që Rama është njeri i pastër. Dhe kur flasim njeri i pastër, po. nuk për një Më falë që po e ndërpres, por ju i numërohet me shumë të drejtë hap pas hapi, po themi rastet e Edi Ramës, gjë cilën du t'i sjellë sërish në vëmendje. Kemi dosjen e Charles McGonigal, kemi lidhjet indirekte ku priti një nga antarët e Sinaloas në kryeministri, kemi rastin e takimit Daruba, apo raste tjera që mund mi kujtoni nëse i harroj. Çfarë po vonon, pse po vonon Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundrejt Edi Ramës? Për faktin se është kryeministër dhe pret bjerë nga pushteti, apo ka një skenar tjetër? Jo, ata nuk presin shumë, se edhe ai në Venezuelë nuk preti që ta hiqin nga presidenti shkote të arrestohet, nuk ka lidhje fare kjo. Problemi është se kur është momenti i dur që amerikanët mund të bëjnë një veprim. Nuk e nisin kur kemi ne dëshirë. Ne dëshirë, apo shqiptarët nëse do ta bënin vetë, domethënë, unë jo pa qëllim kam thënë që dosjet janë SPAK, gjitha dosjet janë SPAK, Porti Durrësit është në SPAK, Butrindi është në SPAK, Teatri Kombëtar është në SPAK, Çesdia është në SPAK, ajo është në SPAK, të gjitha janë paketa maleve, ligjet e ndryshme janë në SPAK, janë të dukshme, të prekshme, marrëdhëniet që Rama ka apo politika në tërësi ka me drejtësinë, e kupton, del gjykata kushtetuese që është mbrojtëse e kushtetutës, fundoria që mbron kushtetutën, dhe kur vjen punë i del në krah kryeministit, në ligjet që ka bërë. Domethënë janë shkelje marramëndse në Shqipëri, nuk është se ne nuk kemi shkelje, edhe po themi ka vetëm një. Këtu janë me thas, kudo që po Porti Durrësit është një nga ato që t'i haj kokën gjithë këtyne. Po, madje ka pasur një reagim, ndjes që po e ndërpres, ka pasur një reagim madje të kreut të dhomës amerikane të tregtisë sa i përket Portit Durrësit, pra një përplasje direkte me Edi Ramën. Në këtë rast, siç ju e shprehet, a mendoni se kjo mund të jetë nyja gordiane që amerikanët mund të presin kundrejt Edi Ramës? Unë ja u kam thënë me kohë, po viti që unë deklaroj dhe them që Porti Durrësit është pika që do ja haj kokën gjithë politikanëve shqiptarë. Gjithë shtetarëve shqiptarë, gjithë e kanë lypë dorën te ai port. Dhe gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit, pavarësisht se është Rama kryeminist, por ju them të gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit. Nuk është e pamundur që të prishet një port jo vetëm historik, po një port strategjik. Durrësit është pikë strategjike, nuk është thjesht një port. Nuk është thjesht se është edhe histori.
por është një pikë strategjike, po ta shihni për Ballkanin, për sa i përket sigurisë, prandaj them që prek edhe sigurinë e NATO-s dhe të Amerikës. Sepse çkatrosh portin e Durrësit, ta qisësh në Porto Romano, ku Porto Romano nuk vlen për absolutisht për as flasim sidomos për NATO, nuk vlen absolutisht. Dhe pse janë bërë këto, janë bërë thjesht për marrëveshje që kanë bërë palët mes tyre, për fitimet personale të njërit të tjetrit, dhe sot kemi një port në Porto i cili nuk ka infrastrukturë, i cili është 2 herë apo 3 herë më i vogël se sa porti i Durrësit, nuk ka absolutisht asgjë, patjetër që do ketë përplasje, do dalë, përplasje do ndodhi. Dhe kjo përplasje ka dalë edhe më përpara, kur unë kam deklaruar që NATO ka deklaruar që Porto Romano nuk është projekti ynë. Dhe në hartën e NATO-s, porti i Durrësit nuk është Porto Romano. Kështu që do ketë një moment se kur, nuk di ta them se kur, por që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa i përket sigurisë kombëtare, sidomos për sa i përket sigurisë kombëtare, nuk të falin. Jeni të bindur. Po, pa qëllim thash, për sinalohen, që kur i dorën në ngrata dhe kanë nxjerrë fotografinë e Ramës me të në zyrën e Ramës. O me Gonigali nuk është mbyllur. Janë shumë çështje të cilat lidhen direkt me sigurinë amerikane. Droga është një nga pikat kryesore. Por mos harroni se jemi vendi ku politika, se dalim tek ajo pjesë ku thonin që kur do veproj, është vendi e cila jo vetëm politika, por tërë shoqëria, domethënë është e kapur nga Sorosi, këtu nuk ke ku ta vesh dorën. Nuk ke ku ta vesh dorën. Këto janë të gjithë implikuar me Soros, janë shoqëri civile, parti, shoqata, të gjithë financohen nga Sorosi. Dhe tek e fundit, edhe në mbledhjen në fund, Trump deklaroi luftë kundër marksizëm-leninizmit. Sepse njerëzit duhet ta kuptojnë teoria e Sorosit dhe globalizmit është marksizëm-leninizëm. Dhe kjo është e keqja e këtij vendi. Po, për të kaluar te takimi i NATO-s, në fakt, a reflekton porti i Durrësit dhe gjithçka që ka bërë Edi Rama në raport me Aleancën Atlantikut Veriut, atë injorim që i bën në takimin e NATO-s në Ankara, ku Edi Rama ishte lënë kreti vetëm dhe lider të tjerë takonin presidentin amerikan Donald Trump? Dgjoj, çdo njeri mund ta komentojë si të dojë dhe mund të abuzoj duke thënë që jo ishte momenti, ishte një moment, ishte këtu. Ajo që flet më tepër tek takimi i NATO-s flet foto familjare. Në foton familjare Rama ishte vetëm. Nuk ishte as me Macronin, as me motrën e tij, me Lonin, me absolutisht asnjë. Dhe ishte në fund fare ishte i vetëm. Dhe këta u munduan që atë foton zyrtarët ta paraqisin sikur Rama erdhi, domethënë ja ku është në qendrën e saj, në të njëjtën kohë që foto zyrtare dhe është me rregull, në rëndësi se kush do jetë. Por Rama u anashkalua nga të gjithë liderët e vendeve të NATO-s, sepse të gjithë liderët e vendeve të NATO-s e kanë informacionin për sa i përket situatës në Shqipëri, pavarësisht nga deklaratat që mund bëjnë disa veri apo Bashkimi Evropian apo Këshilli i Evropës nëpërmjet të majtëve të tyre, programës, por pjesa zyrtare të themi është e bindur në atë çfarë Rama ka bërë. Dhe është e bindur që një nga pikat se ne të vetmin gjë që mund t'i afrojmë reale NATO-s është porti i Durrësit. Shumë kush thotë që është Kuçova, unë po ja u deklaroj që Kuçova nuk është pikë strategjike për NATO-n, për një arsye të vetëm se atje ka më se 25 vjet që kompanitë ruse bëjnë shpifës. Është e pa llogaritshme të jetë Kuçova.
Kurse porti i Durrësit është pikë, sepse është edhe pikë pritse, pikë shpërndarëse për natën, pra për të gjithë strukturën e NATO-s për të kaluar në Ballkan. Kështu që prandaj them që porti i Durrësit është Zoti Merkoçi, si mendoni pse Edi Rama nuk i ka më ato raporte që ka pasur dikur me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe u duk edhe në Turqi, teksa kur zbriti në aeroport Edi Rama nuk u prit nga Erdogani? Raportet janë prishur për shumë arsye, e para nga kërkesa që Erdogani ka pasur për sa i përket rrymave të cilat ndodhen në Shqipëri dhe Rama nuk i ka lejuar aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër që është me Erdoganin është pjesa e cila nuk pranoi, Rama nuk pranoi që të ishte Turqia pjesë përbërëse e rindërtimit të ushtrisë dhe të gjithë infrastrukturës ushtarake, sepse këtu nuk kanë absolutisht asnjë lloj vizioni, këtu shkojnë me takime momentale, me përfitime momentale. Dhe shohim sot e gjithë Europa sot është bërë themi partner, apo pritet bëhet një partner fuqishëm i Turqisë, sepse Turqia ka ecur shumë përpara për sa i përket armatimit të infrastrukturës ushtarake, është voti NATO-s në ushtri, kështu që Rama shqiptar nuk që e zonja ta shfrytëzojë atë marrëdhënie mjesore që ne kemi pas me Turqinë dhe ta bënte Shqipëri një vend i cili mos kishte më nevojë sot, sepse po të kishte një marrëdhënie shumë mirë me Turqinë dhe do të kishte kërkuar atë çfarë duhet pikërisht për sa i përket NATO-s dhe ushtrisë, domethënë nëpërmjet NATO-s ti mund të merrje montim mjaft nga Turqia, mund të ishte vendi ku mund të prodhoje edhe armatim, siç janë dronë për shembull, mund të prodhoheshin në Shqipëri, mund të hapeshin vende pune, kemi pikë strategjike qoftë Sazanit apo të karburit, të cilët këta kërkojnë ta kthejnë me çdo kusht, të gjithë politika, nuk është vetëm Rama, por gjithë politika mendojnë ta kthejnë në për rezorte dhe në për turizma, në të njëjtën kohë kur Sazani edhe karburri janë pikë strategjike e mesdheut, është një nga pikat strategjike të mesdheut të pazëvendësueshme. Kjo është përplasja e Ramës me Erdoganin apo themi me Turqinë. Po në këtë rast Turqia i ka hequr vizën një herë mirë Edi Ramës, dhe kush është ai faktor kryesor në këtë rast, sepse po themi gjitha marrëveshjet apo ato marrëveshje më saktë që ka bërë më parë, duket se po i kalon drejt Izraelit, ndryshe nga sa ndodhi më parë që kishte me Turqinë. Marrëdhëniet prishin atëherë kur prishin interesat. Prishin interesat ekonomike, por edhe tregtare. Dhe kalimi i Ramës drejt Izraelit dhe në të njëjtën kohë kur ti e kishe më të lehtë dhe ishe më në afrimitet të themi me Turqinë, ti ka përbërë një hap tjetër dhe kalove tek Izraeli. Dhe mirë, edhe pse ke kaluar tek Izraeli, duhet të shohim se edhe me personat të cilat i lidhin në Izrael. Tash Roni është një person i cili ka pasur edhe akuzën. Është një person i cili nuk është se ka bërë gjërat ligjore në Shqipëri, po i privilegjuar nga Rama me Erdoganin nuk mund t'i bënte Rama këto lloj veprimesh. Sazani dhe karburri janë pikat më nevralgjike. Dhe nëse politika dhe diplomacia shqiptare do të ishte me këmbë tokë, do të kishe bërë marrëveshje me Turkun, po këto lloj marrëveshjesh Turku siç i ka bërë me Ronin nuk mund t'i bënte Rama kurrë. Pra marrëveshje të cilat e kanë anashkaluar totalisht shtetin shqiptar. Janë 6 ministri të cilat anashkalohen për sa i përket fluturimeve, kontrolleve që duhet të ketë dhe duhet të jetë paktën shoqëria aksionere duhet të jetë me 2 palë
nëse Roni do ishte, duhet ishte edhe shteti shqiptar, I cili tash nëpërmjet ministrive dhe nëpërmjet kontrollit do bëte gjithë kontrollet e tyre. Ndërsa në këtë moment Rama ja ka lënë totalisht këtij personi të vetëm, pavarësisht se ka ngritur disa kompani si Matrushka t'i bën këta, dhe mundohet fshihet pas emrave të tyre, por është një konflikt shumë I hapur, jo vetëm me Turqinë, por edhe me vetë NATO-n. Do ketë një impakt shumë të keq për sa I përket qoftë fluturimeve, qoftë edhe energjetikës, mos harroni apo tokave, të cilat Rama ka dhënë në Divjak, nuk di se sa 1000 metra tokë, të cilat po përdoren nga kompani, janë 6 kontrata të lidhura, të cilat po bëhen nga kompani izraelite, të cilat duan të mbjellin disa prodhime shumë e rëndësishme, ata të bujqësisë e kuptojnë akoma më mirë, disa prodhime supozojmë, po pa farë, pa bërtham, që ti mos kesh mundësi riprodhimi, vetëm dhe të jesh I detyruar ta marrësh vetëm tek ata. Ky është një skandal tjetër që Rama ka bërë me këta. Zotë Merkoçi, po. Jo, e kuptoni çfarë do të thotë tash, ta hash një kaqësi, e supozojmë, ta hash pa bërtham. Mos ketë bërtham fare. Pra ti mos kesh mundësinë e riprodhimit. Dhe kjo bëhet për një arsye të thjeshtë, ti t'jesh I varur ekonomikisht nga Izraeli. Pra ti duhet ta marrësh patjetër vetëm atje. Dhe kjo është skandal tjetër. Pra ne them, Spagu I ka të gjitha mundësitë për të vepruar. Nëse Spagu nuk do të veprojë, atëherë do të veprojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotë Merkoçi, a ka I përplasje mes Turqisë dhe Greqisë në mesdhe për sa I përket raporteve me Shqipërinë? Ka një përplasje, por që Erdogani zgjidhi në një farë mënyrë, sepse mori dhe një vendim në parlament ku ai përcaktoi ujërat territoriale të tij, atë zonën ekonomike. Pra, Erdogani ndeti duar për të pritur se çfarë do të bëj Greqia apo vendet të tjera, përkundrazi, ai arriti të bëj të caktoj zonën ekonomike të Turqisë në det, kështu që Erdogani është një hap shumë përpara, se sa shqiptarët të cilët me një manovër të ndyrë të grekëve arriti Rama të firmosi një marrëveshje për çmimin e detit në det për gaz, duke dhënë një kompanie të cilën ne nuk e dimë se e para dhe e dyta pa përcaktuar akoma kufit ku janë. Dhe Rama nëpërmjet atij të famshëm 6 miliard dollarë që do investohesh Amerika në Greqi përsa I përket sjelljes së gazit, në këtë kuadër kur Rama këtë 6 miliard që e gjyti sikur do të vinë në Shqipëri, e shiti sikur do në këtë moment firmosi një kontratë, cila për mua është palisht se nuk ka marrë asnjë lloj aprovimi nga institucionet shqiptare vetë Rama, nuk ka është shitje totale. Zoti Merkoçi, ditën e premte Edi Rama do të mbledh grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Si mendoni çfarë po ndodh me vetë Edi Ramën dhe brenda rrethit të Partisë Socialiste? A ka aty një grup që mund ta kundërshtojë? Kemi parasysh këtu nismën e fundit e Elisa Spiropalit dhe apo shkon Edi Rama drejt fundit apo kjo është thjesht një utopi? Rama përket çështjes brenda partisë, Rama ka zgjidhur, nuk ka ne problem. Rama pavarësisht se dalin këto lloj njerëzish dhe po ta vesh re Elisa Spiropali bën atë pjesën e partisë, partia duhet të jetë tillë, pra të ngrem idenë e partisë shtet, se po rregullu partinë kemi rregullu dhe shtetin, sepse këta për shtetin nuk pyesin fare, për drejtimin e qeverisë nuk pyesin fare,
Elisa Sberopari nuk ka folë asnjë llafe për sa i përket qëndrimit të saj në qeverisjen e Ramës. Nuk ka thënë asgjë se çfarë është bërë, si është bërë. Mirë, po niset vetëm nga ideja e shtetit, e cila kërkon në këto momente të përfitojë edhe ajo sa credo politike, duke u nisur edhe nga protesta që bëhet, dhe ajo bën ato lëvizjet e saj, se kjo protesti dha një mundësi dhe Elisës të dalin në skenë dhe të ripërsëriti atë siç janë edhe shumë të PD-ja që dalin në skenë dhe mbrojnë protestën, edhe Elisa sikur po mbron protestën, sikur ka koha ndryshimit brenda partisë, jo na duhet kjo, por nuk ka në gjë reale. Sepse po Ramës, unë thash, Rama ka ndërtuar mafian shtetin, mafia shtet nuk mund të bësh absolutisht asgjë. Këto janë flucka sapunit, të cilat janë për të marrë mendjen e njerëzve, për të bërë lajm dhe për të shtyrë ca kohë, por për sa i përket Ramës dhe qeverisjes tij, pastaj nuk e prek fare, domethënë. Rama mund të bëjë lëvizjen e tij, mund të bëjë lëvizjen pas mbarimit mandatit Begajt në Ramën mund të bëjë një kapërcim, o tentoj të bëjë një president. Kjo është një variant që Rama mund të përdorë, edhe këtë variant e përdor thjesht për të forcuar mandatin e tij, pra për të shpëtuar arrestimin pranë them që Spaku duhet të bëjë sa më shpejt veprimet ligjore për të ndëshkuar Ramën. I ka gjitha argumentet dhe faktet ngelet, domethënë për të parë, ndërsa për sa i përket Partisë Socialiste, nda janë ushtarë gjithmonë. Politika shqiptare nuk është një politikë, e themi një politikë që takon të djatës, dhe ne jemi mësuar me atë të djatën që të ketë dhënë shembullin dhe kontributin, domethënë kur ndodh një skandal ti jep dorëheqjen, kur ndodh një diçka ti jep dorëheqjen për të dhënë lirë drejtësisë të veprojë pas mandatit deputetit apo pas postit të ministrit apo të kryeministrit apo presidentit. Të gjithëve ne kemi edhe presidentit është me dosjen Spake, kupton, ne thash edhe nuk po dinë më si të veprojnë, sepse këtu janë të gjithë që janë përlyer në skandale. Qoftë edhe ajo Elisa e cila flet sot për drejtësi, për rinovimet apo për çdo gjë, edhe ajo është akuzuar në Spak. Domethënë të janë të gjithë kontingjenti i Spakut, dhe kontingjenti i Spakut tashmë edhe po na bën drejtësinë, përkon bëj drejtësinë të më. Zotë Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.